Ron Castrati po na pret për temën e Brazilit. Roni, si e shpjegon ti si psikolog gjendjen mendore të një prindi që të arri të mendoj për një akt të tillë? E kam lexuar me vëmendje lajmin njona dhe kjo përbën një rrezik serioz sepse sot njerëzit po i përdorin këto mekanizma, këto aplikacionet e AI duke i konsideruar përveçse dëgjues artificial që janë pjesë e një fushë të caktuar të inteligjencës artificiale, nga mungesa e trupit, nga ajo hapësirë e lirë e komunikimit me inteligjencën artificiale, imagjinoni përveçse mendimeve të këqija po ndërtojnë plane ideore, homo suicidale, plane këto të cilat nuk vinë nga mendimi, po nisin nga mendimi duke formuar e duke krijuar ideacione se si ta lëndojnë dikë, ta dëmtojnë dikë ose ta vrasin dikë. Pra, merreni në mend në cilën periudhë po vijmë. Ne e shohim rrushëm teknologjia po i pushton të gjitha cepet tona shoqërore. Dhe as më keq akoma ne po e keq përdorim teknologjinë duke shfrytzuar atë për të na dëgjuar për gjërat më të frustruara, më negative që i ndjejmë, duke përllogaritur AI si që të ishte një psikolog, pra, të flasim për çdo gjë që kemi ne brenda. Dhe këtë gjë është shumë e gabueshme, sepse AI është një mekanizëm që ka lidhje të forta komunikimi e raportimi me instanca dhe aktorë që i takojnë fushës institucionale. Prandaj rasti në Brazil është një rast i ndjeshëm dhe sigurisht është komunikuar FBI, pastaj mekanizmat policor të Brazilit dhe kanë ndërhyrë për ta parandaluar një rrezik të caktuar. Këtu qëndron paradoksi jona. AI shërben për ta parandaluar për ta parandaluar një rrezik të caktuar, në anën tjetër AI dëgjon se si tjetri ndërton plane ideore për të lënduar ose për të dëmtuar dikë. E vërtet në fakt, natyrisht për implikimet teknike ne i falem edhe me Diamantin që është ekspert i rrjeteve sociale, në fakt në këtë fushë, por megjithatë këtu na shqetëson fakti që një prind i drejtohet platformës me këtë pyetje dhe kjo ishte ideja që të donim të kishim. Fare në fund, Roni, një mesazh? Mesazhi është shumë i qartë. Komunikimi me ChatGPT, me inteligjencën artificiale, nuk do të thotë domosdoshmërisht e vetmja alternativë që ne duhet i shprehim ndjenjat, emocionet, mendimet negative, frustrimet tona, agresionin, armiqësitë që kemi. Pra, le ta dinë njerëzit që po komunikojnë me një inteligjencë artificiale që nuk është një etnitet i pavarur apo empatik, emocional që nuk ta bashkëndjej një dhimbje të caktuar. Unë e kuptoj që njerëzit i ndajnë për informacione me AI sepse aty nuk ndjehet trupi, është nuk ka 3 sekonda na ndajnë. Po, nuk ka